Kemi hyrë zyrtarisht në javën e 3 të janarit 2026, muaj të 7 që nga nisja punimeve në rrugën Don Bosco në Shkodër dhe gjendja e saj është kjo. Ka kaluar çdo parashikim dhe kufit normal të një investimi që përshkon as më shumë dhe as më pak, por vetëm 325 metra rrugë. Deri më tani kur po mbyllet edhe muaji 7 janë përfunduar vetëm rrjeti nëntoksor dhe trotuaret, edhe këto të fundit me defekte të lëna rrugës, ndërsa ka ende punë për të realizuar sa i përket veshjes me asfalt të rrugës, vendosjes së plotë të ndriçimit, tabelave të sinjalistikës rrugore dhe detajeve të tjera estetike. Për te rëndësisë që ka ky segment rrugor në zemër të Shkodrës, punimet në të janë kthyer në një për qytetarët, qofshin ato kombësor apo përdorues të automjeteve. Bashkia e Shkodrës përtej fasadës, kur flitet për investimet në terren, fatkeqësisht vijon t'i shoh thjesht vetëm statistika dhe asgjë më shumë, kur do duhet të ndodhte e kundërta. Përfundimi i kësaj rruge po i ngjan lindjes së një bebeje që do 9 muaj. 325 metra rrugë nuk do duhet të kishin kaluar as 2 muaj punime, e jo më 7 të tilla dhe ende pa u përfunduar. Fatin e saj e kanë edhe shumë investime të tjera në Shkodër që janë prezantuar me bujësi të nisura, por kanë humbur rrugës. Rruga Don Bosco e ka kaluar statusin tashmë për rekorde dhe Guinness dhe Bashkia e Shkodër po pret që prerjen e shiritit ta bëjë së paku për vitin e ri kinez.